I kam veç 2 fjalë pra mi ja spjegu diçka. Ju pa ta thonë para 3-4 vjetë që keni drejt të bleni shtëpi në Gjermani pa pas tetra gjermane, sa njeri rënë, sa njeri më ka po hajrin tash jenë me shtëpia këto. Kam le, edhe marrin veç qira. Edhe ju të cilët dëshironi në të ardhmen, leresh me kontaktoni, ju ndihmoj në proces, ju gjaj shtëpia të mira, ju gjaj objekte pavarësisht kudo që dëshironi. Pastaj, s'do me hop biznese. Në Gjermani pa pas letra, mbi 70 firma i kum hop vetëm këtë vit për vëllezër dhe motra shqiptar, pavarësisht nga cili shtet kanë ardhur. Pastaj, por nuk kam mbaru veç me kaq, ja kum shpëtu njerëzve pro kohëve të fundit, edhe pse nuk e kam bërë deri sot publike, pro që mos të paguajnë zyre pro 1000-2000 euro këtu në Gjermani, që ja lypin pro edhe 6 muaj përpara me pagu, pro vetëm pse me pos bazën dikun se vyn patjetër një adresë me pos në Gjermani për firmën. Por ja ku mundsu tash pro me dikon rreth 400 euro që as në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni 400 euro më mujen është bo zërë me marrë dikon një zyre me qira. Pro unë ja ku mundsu shqiptarëve këta pro në për objekte tona në Gjermani. Pastaj, unë dua ti uroj vetëm 4 firmat në këtë muaj që u përmbëllën pra, zotrin Adem Podrimçaku nga Drenasit 1, në 2. Naim Totaj nga Hasi, Liridon Rexhepi nga Podujeva dhe Arlin Totaj gjithashtu nga Hasi Kosovë. Urime e zoti ju ndihmohet edhe me tutje, edhe shpresoj të shoh të gjithë pra duke përparu ma shumë. Pra jo vetëm në Ballkan, por edhe në Evropë e Amerikë, ku do që dëshirojnë ata. Pse njeri për këtë arsye mundohet për më shumë diçka. Pro, sefte me arrit për veti, pastaj që me pas mundësi edhe me ndihmu dikuj. Se momentin që për veti si e mirë së një njëmon as kuj tjetër e as vetit. Kështu që vllazën e motra, ta keni parasysh unë edhe 2 ditë do heci për Kosovë pro të shtunën. Edhe ju të cilët dëshironit me takoni, të merrni naj info, apo diçka, numrat e telefonit që do të jenë aktiv atje në ne është i Kosovës plus 383, 49 688 333, por gjithashtu edhe i Gjermanisë, plus 49 174 182 4060. Unë s'po e komplikoj ma shumë këtë video, ju dëshiroj gjithat mirat, me respekt, Muhammed Bajrami Meti, kalani sa më mirë.